Ramazanit, që tha ato mjetet që mbledhen se rezultat i dhurimit, funksionon këtë Bashkia Islame e Kosovës, funksionon ajo që ndryshme, që ato të mira pastaj i kthejnë të mira për familjet në nevojë dhe për qytetarët që kanë nevojë për vendin tonë. Unë besoj që ai njeri që përjeton agjerimin për kushtimin ndaj Zotit dhe në fund të muajit dhurimin që e din që e ke gëzuar dhe zemrën e dikujt tjetër, komendie veten përmbushur dhe të njëjtën kohë ditën e Bajramit komendie veten gëzuar se pjesë e kontributit që më gëzuar edhe ata që kanë pas nevojë. Bilin kuptimi fetar është një specifik që prej kur ngrehemi për me shku me fal namazin e Bajramit, në Bajramin e Ramazanit, që thojnë në Bajramin e Madh, për dallim prej Bajramit vogël, është një farloj e preferume, që quhet si pjesë e traditës profetike sunet, për me hongër diçka dhe për me umilsu para se me shku me fal Bajramin. Mbi konceptin se ka çka hanë edhe ka çka penë, ka me çka, se me thonë umilsuhet edhe ai që nuk ka pas. Për dallim prej Bajramit vogël, ku është sunet pastaj pra është traditë profetike, me u përmbajt prej të ushqimit derisa të falet namazi i Bajramit, për shkak që therrët kurbani dhe bëhet shpërndarja e mishit me të tjerë pas therrjes së kurbanit. Pra në kuptimin e simbolikës, na jemi pjesë e bashkëndjenjes të përbashkët me çdo njëri që jetojmë në këtë shoqëni, pa marrë parasysh sfidat, preokupimet, gjendjen që kemi, e dim që gjatë këtij muaji jemi përpjekë gjithë bashku me bë këtë atmosferën sa më të mirë, edhe për Zotin, po edhe për njëri tjetrin. Sa do që jemi drejt fundit, besoj atmosfera do t'ju mungoj, apo jo, atmosfera e Ramazanit në familje, në shtëpinë. Që tani ndjet ajo ndjenja e trishtimit që po largohet ky mysafirin i bekum. Mirë, po jemi në prag të Fitër Bajramit dhe besoj që sikurse në çdo familje, edhe në familjet tona, në familjet e juja, veç fillojnë ato planet, ato përgatitjet Bajramit. Po, i kemi, çdo familje ka ato planet e veta. Si e festoni ju? Jam kurioztare të di sidomos në një familje si ju që njëri është nga Kosova, tjetri nga Shqipëria. Ndomi që të dy, domethënë Bajrami. Edhe një pyetje kam. Janë pravarësisht zakonet e njëjta? Procedura faljes është e njëjta, domethënë pjesa e ibadetit që e quajmë ne, ose pjesa e këtyre lutjeve është e njëjta. Ndryshon menuja ushqimore, sepse në Kosovë gati është e njëjta përgatitje në shumë familje, është si traditë që trashëgohet prej vitesh, ndërsa në Shqipëri nuk është një, le ta quajmë një menu Bajrami posaçme. Ne bëjmë përgatitje momentale, çfarë mendojmë neve, domethënë nuk është diçka që është e specifikuar sikurse e kemi në Kosovë. Që kemi shumë mish. Jo, mishin edhe në Shqipëri, po se jemi popull që preferoj mishin. Por kemi shumë lloje. Po lloje të ndryshme dhe përgatitje të ndryshme. Ëmbëlsirat nuk më mungojnë, baklavat e përgatitura nga nënat tona nuk më mungojnë, edhe një ëmbëlsirë tjetër pa diskutim. Ushqimi kryesor, si popull që jemi, kemi pjesën e mishit, edhe pjesët e ushqimeve tradicionale. Neve jemi mundu gjithmonë që Bajramet t'i kalojmë me familjarët tonë të afërt. Domethënë, shumicën e Bajrameve kemi kalu me prindrit e Abdullahut, domethënë mund të themi 90% Bajrameve, për shkak sepse nuk ka kënaqësi më të madhe se sa ti kalosh Bajramet me prindrit tonë. Edhe një pjesë gjithashtu i kemi kalu edhe në Tiranë. Në rast se ditën e parë Bajramit kemi qëndru në Kosovë, ditën e dytë kemi shkuar në Tiranë, ose në rastet që kemi shkuar në Tiranë, jemi këthy e kemi vazhdu pjesën tjetër në Kosovë. Për shumë kohëve të fundit që ka shumë, se tani edhe më kujtu, ka shumë qytetarë që vendosin Bajramin, ta presin deti. E keni mendu, apo e keni mendu një? Jo, ne nuk e mendojmë madje, ne i planifikojmë pushimet me ju shmang kësaj, sepse kemi dëshirë që të kalojmë me njerëzit tonë. Domethënë, është një festë që e presim gjatë gjithë vitit. Në fakt, muslimanët i kanë veç 2 festa, 2 Bajramet. Pra, të pas vetëm 2 festa, tamam legjitime fetare, ne i presim me shumë dëshirë dhe duam të kalojmë me njerëzit tonë. Nuk e di, a ka ndjenjë Bajramin nëse e kalon jashtë dhe larg familjes. Jo, nuk e ka të ndjenjës, nuk e ka. Mbaj mend që pandemi që kemi kalu Bajrami ka qenë një trishtim kuptimin e asaj që nuk kemi pas mundësi të kalojmë të takojmë njëri tjetrin. Kemi kalu me Skype. Me Skype, po, lidhje direkt. Besoj që edhe ushqimin e kemi bajt duke pas Skype familjar tonë të afërt.
Je përshtat me traditat në Vushtrri? Po, përveç pjesës qajt, pjesa tjera, po. Kurse ke problem qajin? U mundova disa vite që të mësohesha me traditën e qajt, po ja lash këtë pjesë Abdullahot, më mbëlla Abdullahu me pjesën time. Ku ka më mirë se qajë, se të mos në Vushtrri është. Me gjosë, ma rëziko që po mësomi na pa qaj për këtë. Se do që tjetë shtë punën e Bajramit, për fat i kena 2 drekat Bajramit. Këto e dim, një kemë që e bojmë të familja jonë, tjetër ne kemë në Tiranë, që kjo është përparësia që i shfrytëzojmë të 2 benefitet. Gjithat kuptim të ashtrosh i Kosovës përgjithësi e ka traditën e njëjtë, po thuj se falja namazet Bajramit, përshëndetjet edhe bomja Bajram me njerëz të afërt, dreka e Bajramit, pas drekes, pas taj vizitat e tjera të pritit të shku, thjesht është dita e baklavos, dita e shërbetit, dita e sheqerit, edhe me ato shkon. E mira është që ka disa për qytetet që kanë atmosferë, për mene Vushtrri besoj që është një për qytetet me atmosferë më të madhe që bëhet mas faljes së namazit Bajramit. Dhe më rëvini e bisedu me më herët jenë të bo planifikime për shpërndarjen e dhuratave, thash Vushtrri, veni më mirë është më shpërndar dhuratat pas faljes namazit Bajramit, se gjithë shteti po thuj se nuk i kushe rrugit, se lemo rrugë kryesore, pa kallabllok dhe pa turma të mëdha të njerëzve, që e bën shumë atmosferën e mirë. Thjesht besoj që shqiptarët e kena një traditë shumë të mirë të festimit të Bajramit, po e bën vetëm pak e dinamika, një pjesë e madhe që janë në Gërbet, një pjesë e madhe që thjesht i ka përgjysmu familjet, megjithatë preferoj edhe kisha nxit vazhdimisht të nis për vetë familjeve tona që edhe festat e Bajramit me provu gërbetçart me ardhën Kosovë mi prit, që për fat është shtu, po vinë, por megjithatë besoj që duhet me provu edhe me planifiku edhe sa më shumë për me ardhë pak të 2-3 ditë e Bajramit mi prit, edhe me bë këtë atmosferën tonë sa më të mirë. Thjesht po jetojmë në një kohë edhe me shushtë edhe për këshmërisë përgjithsisht për sfidave dhe çdo moment që jetojmë me familje, me rahatimin njëri tjetrin, ka me qenë ditë gëzimi, të i pas parasysh gjitha këto sfida që po ndodhin në shoqërisë përgjithësi. Shumë e vërtet. Mirë, s'po ju marr më tepër kohë, besoj që keni edhe punë të tjera, nuk jeni nga ata që agjeroni dhe mbylleni në shtëpi, por njëkohësisht sfidoni edhe me punë, sepse që dy jeni karrierist. Unë i falenderoj shumë që keni qenë sot në emisionin e mëngjesit. Faleminderit shumë, mendo pak nga eksperienca juaj.